Situata politike në vend dhe tashmë fushata zgjedhore kanë hyrë në fazën e tyre finale në 2 javët kritike të fushatës zgjedhore dhe kjo po prodhon çdo herë më shumë lajme editore, po në masë të madhe prodhon edhe më shumë kurreshtje se çka do prodhohet pas këtyre zgjedhjeve. Duket që rezultatet mund të lëvizin në një kaos e në një tjetër, por askush nuk e ka besimin ose bindjen e plotë që rezultatet do të prodhojnë një zgjidhje të ngërshit të krizës politike në të cilën jemi futur tash më shumë se një vit. Për të diskutuar rreth këtyre çështjeve, sepse kjo situatë politike po na e rikthen figura dhe veprimtar në skenën tonë politike, kem të ftuar zoti Blerim Kuçin, ish kryetari i SUAREK-s, veprimtar i çështjes kombëtare në përgjithësi që nga viti 81 e tutje. Faleminderit zoti Kuçi që keni gjetë kohën dhe hapësirën me ardhur në emisionin tonë. Faleminderit për ftesën. Zoti Kuçi, unë nisa me këto që pak kush beson që ka zgjidhje të ngërshit, po para se me ardhur ndoshta te kjo, sepse kjo përbën një lloj interpretimi të situatës politike në vend. E thash po ashtu që kjo situatë po duket që po na I prodhon edhe disa rikthime në politikë, e njëri prej tyre është edhe rikthimi juaj në listën për deputet në radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. E kisha shumë të rëndësishme me nisë me këtë temë për shkak që duket që ka një lloj mobilizimi ose tentohet me u ngjiz një lloj mobilizimi për një zgjidhje të situatës dhe të krizës që jemi futur. A ka një moment të veçantë që e ka prodhuar rikthimin e juaj, apo ndoshta si lloj fillese e këtij lloj diskutimi me fol një herë për gjendjen dhe situatën, mandej edhe ajo që e shkaktoi në një farë formë rikthimin e juaj në politikë dhe në listën për deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike, më fal. Po ju e fillot me vitin 81. Unë jam pothuajse akteri gjitha proceseve asa ma ka mundësu mosha ime dhe koha ime me marrë me to. 81 kam qenë pjesëmarrës në demonstratat e vitit 1981, po ashtu një janë prej akterëve në kuptimin e organizimit sa ma ka mundësu mosha, atëri kom pas 18 vite, po bashkë me disa shokë në SUAREK, në Prizren, kemi pas edhe jemi marrë me organizimin e demonstratave të ateshme. Aty fillon ajo karriera ime në kuptimin e me qenë akter në procese të cilat janë të rëndësishme për Kosovën. Po ashtu, kam qenë akter edhe në demonstratat e vitit 89, bashkë me shumë shokë të tjerë, që ka qenë një organizim vërtet I madhe dhe jo I lehtë, po I vështirë, po ja kemi dalë. Pastaj ato vitet të 90, kur është kriju LDK, kam qenë njëri për të parëve që jem kyçë në një lloj lëvizje të tillë politike, që ka bërë rikthimin e komplet kthesës historike në drejt pavarësisë, lirisë, demokracisë, dhe jem kyç. Normalisht kom pas disa detyra në atë kohë, kam qenë edhe kryetari I Këshillit për Financim, antari I kryesisë në LDK, nënkryetari I Forumit Rinor për Kosovë, pastaj lufta dihet, kam qenë komandant brigade në luftë, kjo sa për kujtesë, edhe gjitha proceset, pastaj Ministri I Punëve të Brendshme në vitin 2007-2008, Ministri I Ekonomisë, kryetar komune ju e theksut, deputet. Pra, kjo qenit akter në për këto procese, kur vjen një momentum nuk le rahat. Sepse çdo herë e ki atë ndjenën që mush me dhanë ma shumë, që po t'isha unë aty, ndoshta kisha ndiku, mas me ndodhë këto procese, këto ngërëqe politike, dhe ndodhën në një farë paknasie në vete pse si e aty. Pastaj ka qenë kërkesa e shumë qytetarëve, kolegëve të mi për të rikëqë.
Nuk është kjo rikyqje, nuk e di është termi i duhur rikyqje, po ka që 5 vite që nuk jam aktiv në politik, nuk kam marrë asnjë përgjegjësi qoftë edhe në parti, qoftë edhe në një garë të tillë elektorale, nuk kam pas ndaj përgjegjësi, po nuk kam qenë jashtë politikës. Këto që ka ndodhur kohëve të funit më kanë shtyr me menu që a duhet edhe njëherë me dhënë një kontribut as sa mundem, as sa është potenciali im. Mendoj që kam potenciale ende, sidomos për shkak të përvojës time në për shumë etapa historike, jo vetëm unë, po edhe kolegët e mi, ka edhe kolegë tjerë të cilët janë rikyq për të provu, për të kthy në një lloj normaliteti shtetin tonë, për të kriju edhe stabilitet. Mendoj që stabiliteti duhet më shumë të Kosovës në këtë fazë. Zoti Kuq, është interesante një lloj analogjie apo krahasimi edhe me rezumen e juaj edhe me së fundmi me një deklaratë të zotit Kurti që boni shumë buj, që tha që Kosovën e kom gjetë në podrum me gjysmë metri ujë e tash jemi në katin e parë, ju po më thoni duke referu gazetarit pse nuk jeni në katin e tretë. Ju përmendet angazhimin e juaj në protestat e 89-shit dhe 89-shit, para këtyne 68-shin po ashtu protestat i mbajmë mend, edhe praç sa kemi njohuri dhe kemi lexu, 97 ku vetë zoti Kurti dhe të tjerë kanë qenë akter dhe ju me kontributin në luftë. Dhe gjitha këto përpjekje deri tek akti, më i lartë i pavarësimit të një vendit. A mendoni ju që ka kuptim deklarata, sepse na i shohim përpjekjet të individëve dhe të popullit në përgjithësi për liri e pavarësi, po vim në një situatë ku në një deklarim thuhet që ndoshta Kosova ka qenë në podrum me gjysmë metri. Kjo shkurt sa po një lloj analogjie me që ju keni qenë potencova në fillim akter i ngjarjeve më të rëndësishme të shtetit në përgjithësi. Po kjo është njëra prej arsyeve prapë po lidh me të rikthimi. Zoti Kurti e ka një po se duket një detyrë ta bëjë shlyrën e kujtesës historike. Fshirjen e kujtesës historike. Edhe për thonë që historia e Kosovës fillon me ta. Kjo është e dëmshme, sepse po thush që nuk është bo kur gjanë në gjatë të tetën në atë kohë, ose në vitin 1981, se me këtë deklaratë të ti, e shlyrën edhe gjatë të tetën, edhe të 89-shën, edhe komplet proceset e viteve 90-ta, e shlyrën edhe luftën, do më nështirje për harres ose për shlyrët të kujtesës edhe të luftës, edhe shumë brezav, kontributin e shumë brezav. Ajo ka një sistem, ose po do me kriju një momentum historik që historia Kosovës fillon me ta. Ajo kam nështyr me një lloj rreziku, me siguri do tjetë edhe tema e këtij ngërçes, sepse edhe duhet sot bisedojmë edhe për ngërçen politik që po ndodh në Kosovë, edhe damin që po i bie ky ngërçe institucioneve, funksionimit të institucioneve, ai ka një mision. Nuk e di pse e ka, vërtet duhet me pyet ata pse e ka, ku projektohet ky mision, kush janë zbatuesit e këtij misioni edhe sa është i dëmshëm misioni i tij. Ai nuk është lehtë me thonë këto, por po mendoj që e ka mision shlyrën historike, fillimin me ta, po çka fillojmë me ta? Jeni pikpyetje, çka fillojmë me ta? Çka dallon, çka po don me dallu me krejt këto proceset historike. Vazhdimsin ai nuk e pranon. Se mos edhe po edhe partitë e djatha, kur kam qenë edhe në AK, e kemi pas mision tonë vazhdimsin. Shumë gjenerata kanë dhënë kontribut para neve, na e kemi vazhdu këtë kontribut edhe kemi ardhë ku kemi ardhë. Ku jemi ardhë, unë mendoj që është gjenerata ma e kontribut dhënëse në historinë e tërë historisë të popullit shqiptar, ndoshta mos me thonë pas lidhjes prezidentit, ose pas Skënderbeut. Nuk e di në i gjenerat
në historinë tonë shqiptarë në përgjithësi, e së mos Kosovë, që ka dhënë kaq kontribut. Me insistu, me tentu, me shlyj këto, atëherë nuk e di a duhet më quajt shqiptar, a duhet më quajt kosovar, a dardan, a i lirë, a e din. Po këto procese, edhe kjo intencë e shlyerjes së historisë është intenca më e rrezikshme, më dëmshme që i bëhet në popullit shqiptar. Normalisht kanë pas shumë dilema, çka do të bëhet. Ku është dita D barabartë me 0 e ti, ku fillon historia ati, atë do të jetë një debat në shoqërinë tonë, do të jetë debat edhe në për institucionet tona, edhe së mos në parlament. E përmendet ditën D, që nërsa dhe për generatat e reja edhe ata që tash në nivelin e arsimimit po do këtë që çdo herë po shkojmë nga mangësitë njohurive të përgjithshme që i kemi. Dita D shënon në zbarkimin e trupave në Normandi, në luftën e dytë botërore. Si lloj analogjie e kësaj, po du me ju pyet në ndërlidhje me këto me që juve sollët në diskutim. A ka një ditë D për juve specifikisht kur vendoset me u rikyç në politikë, në kuptimin formal se e përmendet, na jemi gjallësa politike dhe gjithherë jemi të përfshim në situata politike. Do të thonë, a ka një ditë D, a ka një moment caktuar kur thatë që ndoshta tash është momenti? Po në këtë rrugtim tim nuk kam qenë vetë. Kam qenë me shumë shok, me qytetarë të komunës tonë dhe shumë trevave në për Kosovë. Pra nuk ka qenë rrugtimi im vetë, po i kemi rrugtu bashkë me ta. Kërkesa atyne ka qenë që me vazhdu këtë rrugtim. Mas më ndalë këtë rrugtim, sidomos në këtë situatë. Pa jo që ka ndiku shumë, që ka inisuat zizën për me rikyshë në politikë, ka qenë duke data 27 prill, votimi për president. Mënyra që është hynë, ose insistu me hynë në kuvend duke qenë të vetëdijshëm që e shkelin kushtetutën, atëherë ka qenë ai momentumi që kjo kategori e njerëzve, si Albin Kurti, Muin Meshkun, pas ka shmërisht me damtu Kosovën. Ne shumë kemi dhënë kontribut, ata që kanë dhënë kontribut, njerëzit kanë dhënë jetën e tyre, kanë dhënë sakrificën, gjakun, gjitha ato, ai me një moment me vetëdijet plot e ka shkel kushtetutën. Edhe u mundu me prunë në një blokat kushtetuse komplet sistemin, funksionet, komplet shtetin tonë. Kjo ka qenë ai momenti kyç që unë kom vendos me thonë, jo, nuk bon kështu, duhet asa mundemi, asa kemi potencial, mas me ndodh kjo. Zoti Kushi, tash kjo është për një menë situatë që ndoshta se cilin e ka shty me reflektu atë ditë kur kemi pa që votat po futen në kuti, duke qenë të vetëdijshëm që 80 deputet nuk ishin për ta bërë quorumin për president. A mendoni që, ose çka sipas juve, mendoni që ka pas një lloj alarmi ose një lloj presioni e trysnie mbi zotin Kurti se megjithatë ndodhi një lloj tërheqje, nuk shkoi procesi deri në fund. Edhe pse ai në një intervistë tha që na president kemi se Feride Rushiti kishte 63 vota, por nuk patëm quorum. A mendoni që ka pas një tërheqje për shkak të një situate, për shkak të një tensioni, për shkak të një presioni, apo vetëm ka qenë, si më thonë, një tendencë për me testu ujna? Çka mendon ai nuk e di. Po mendoj që nuk mendon ai, mendojnë zyrat e tij. Ku i ka ato zyra, prap nuk e di. Ku është projektu ky sistemi kundërshtimit të gjithë shkaje, që është kriju në Kosovë, prap veç ai e di. Unë e di që nuk duhet me leju me ndodh kjo. A ka pas presion, ndoshta edhe ka pas. Po veç intenca me insistu, me vetëdijet plot, me shkel kushtetutën e Republikës Kosovës, është shumë e dëmshme. Kur
të jemi këtu, çka mundet me ndodh, prapë na duhet me projektu çka mundet me ndodh me një qasje të tillë. Çka mundet me ndodh. Na jemi që disa herë në zgjedhje, bile është një shumica e qytetarëve nuk e din edhe mbrana një viti sa herë kemi shku në zgjedhje. Tash prapë jemi në zgjedhje me 7 qershor. Vetë kjo mënyrë e menaxhimit në përzgjedhje është bje aty se ai është duke shku me një datë të caktuar të rshit që mund mendoj që është 4 tetore. 4 tetore mund me qenë dita ma e turbullt, një ditë anarhike për kret funksionimin e shtetit. Pse 4 tetore? 4 tetore sepse na sot jemi me qeverinë e detyrë. Na sot jemi me ushtrus detyre, jo me president, me ushtrus detyre të presidentit. Me afati i qenit ushtrus detyre është vetëm 6 muaj. Do më në 4 prill dhe 4 tetor. Çka do të bëhet me 4 tetor? Nuk ka spjegim të qartë, nuk ka ndonjë specifik që përcakton çka pas 4 tetorit, çka pasi t'i kalon afati ose mandati i qenit ushtrues detyre. Këto as ekspertët tonë më të mirë janë mundu me dhënë disa rekomandime, po janë pa mjaftueshme kur kemi parasysh një Albin Kurti. Ai u mundu me shkel kushtetutën kur është tepër e qartë, e s'do ta shkel kushtetutën në momentin kur diçka nuk është e qartë. Jemi në një turbulencë, jemi në një lloj anarhie që Kosova hyn në një fazë shumë të rrezikshme. Në duke ngrit një alarm zoti Kuçi, se unë isha të kuptu që ju po thoni që ka një logjik të krizës dhe bllokuese, po na edhe për gjatë vitit kalum 2025 kemi mendu që nuk ka ku shkon ma tutje kriza, ama gjithmonë jemi sfidu me vendime gjykatës kushtetuese edhe kasta politike në përgjithësi. Tash nuk e pas na mendu në fakt, ja u them drejtën edhe sinqerisht këtë 4 tetorin, sepse bindja e ndoshta shumë qytetarëve është që nuk kalohet ai kufi, nuk kalohet Rubikoni, domethënë në të kuptimin e asaj që na mund të futemi në një terren që është i panjohur për neve si shtetës, si institucione. Ju po thonë që pas mundet më vazhdu kriza, me qenë me ushtrues detyre, Nuk po them që mundet me vazhdu kriza. Se kriza mundet me vazhdu. Po them që jemi në kollaps institucional. Çka është kollapsi institucional? Kollapsi institucional është kur nuk i president, kur nuk i ki organet vitale. Nuk e di a vlen madhe është në fuqi dhe kushtetuta e Republikës Kosovës. Tu e njoft Albinin, ai është të shku në mënyrë graduale ka me projektu, është të projektu me shku graduale kur ka anarhi. Ai noton mas mirëti në këtë anarhi. Ai noton mas mirëti, që ajo është momentumi i tij për filluar dita D. Kur s'kemi president, kur nuk jemi në blokat totale të funksionimit të shtetit, anarhi, ai noton mas mirëti. Unë po mendoj, s'paku mendimi jam është që a ditë fillon dita D për Albinin. Edhe kretë kontributi jonë, vërtet atër ka një shlyerje historike. Vërtet ka shlyerje historike edhe të krijimit shtetit tonë, edhe të funksionimit gjithaj kontribut, edhe të luftës, gjithçka shlyhet e fillon me Albin Kurtin me 4 tetor. Ai e ka projektu këto, ai ka planifiku këto, e ne disa, edhe unë jam njëri prej tyre, kemi hyrë në këtë garë për mas me ndodh ajo. Kretë kontributi jam, ka me qenë mas me ndodh ajo, sepse hyrë në një fazën më të rrezikshme, jo të pas luftës, edhe para luftës. Faza më rrezikshme që me përvojën time, me atë ndjenjen time, është 4 tetori dhe pas. Po zoti Kuçi, në fakt,
Ky është një skenar shumë ogurzile, ta themi, edhe po shpresojmë që nuk kemi me mbritja në ajo situatë, po interpretime tjera janë që në fakt zoti Kurti i ka sfidu vendimet e gjykatës kushtetuese ose limitet e sistemit ton legal në përgjithësi, po nuk është që i ka kundërshtuar ndonjëherë ose nuk i ka respektu. Veç 4 tetori po na metet që një lloj shënimi edhe për këtë emision edhe e shohim tutje, me siguri ka interpretime të ndryshme. Unë nuk e di nëse tash nuk jam jurist edhe nuk e di, më duket se gjykata kushtetuese nuk mundet prej ex officio, si me thonë, me marrë vendime në një situatë, duhet mu aktivizu përmes dikujt që shtron çështje, edhe ndoshta në atë situatë edhe deputetët se nuk e di, besoj kuvendi duhet me u konstituu, megjithatë mundën me inicu diçka, edhe një dilemë që ndoshta e kemi gjithë, edhe kur kemi kërku mos ndërhyrje për ndërkombëtarëve, tash thojmë a ka mundësi që për kësaj që parashikoni ju edhe ndërkombëtarët me nejt duar kryq edhe mos me ndërmarr asgjë në atë situatë? Po, sa e përket edhe unë nuk jam ekspert i kushtetuesës, normalisht nuk jam jurist, nuk jam ekspert i kushtetuesës, ne kemi pak ekspert i kushtetuesës, po unë ajo është një premje edhe e thash një lloj alarmin, kuptimin edhe pozitiv. Kjo është edhe një thirrje për gjithë ata që shohin këtë rrezik, që me 7 qershor të votojnë për një stabilitet, votojnë edhe LDK-n, sepse është një prej partive që jep stabilitet këtij vendi, edhe ka atë ndjeshmërinë e kalimet në për këto faza historike. Edhe të pas parasysh këtë element, atëherë njëna prej asaj që mas mendoj kjo është votat me 7 qershor. Me 7 qershor, qytetarët duhet me pas këtë njësi të rrezikut, edhe me pas një orientim jo të anarhisë, po të stabilitetit. Zoti Kuqi, kjo... E sa përket ndërkombëtarëve, a ndërhyn, a nuk ndërhyn, ata në kohëve të fundit nuk kanë ndërhyn. Edhe disi kjo Kosova është mësuar me ndërhyrjet e tyre. Nashta është momenti që vërtet duhet me ndërhy. Nashta ka ndërhy edhe me 27 apo 27 prill. Nashta edhe ndoshta edhe aty ka ndërhy, nëse ka ndërhy edhe kanë bërë shumë mirë, po duhet edhe tash me ndërhy. Ju të diku që po i thirrni, si më thonë, mendjes arsyes në kuptimin që si kast politikanësh e si shoqëni duhet me apelu drejt stabilitetit. A mendoni që edhe rezultati 7 qershorit edhe gjendja pas 7 qershorit kish mujt me i bind palët edhe sipas rezultatit, edhe sipas asaj që po e parashikoni për 4 tetorin, me mbri një konsenzus? Gjithë na sillen, si me thonë, në përmendje emra të përveçshëm, sepse për aq sa kemi folë për procesin e zgjedhjes së presidentit, kemi met pa emra, e me gjast tash duhet me menu për emra për me zgjidh procesin, me që gjendemi në blokad. Ju garoni me kandidatën e juaj për presidente që është Vjosa Osmani, po ka dhe figura tjera nga parti tjera që mund ndoshta me qenë pjesë ati konsenzusi. Ju vetë keni qenë në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, isha duke mendu për emra në këtë moment, për shembull, nëse Ramush Haradinaj do propozohej për president, a kish me qenë opsion për juve, se me siguri kjo është vendim mandej edhe i partisë, po ju keni me gjithatë një mundësi për me shpreh një vullnet ose jo. Veç po flasim për emra, nëse mundet me kriju një zgjidhje. Vendimi jonë, Zoja Osmani është në garë edhe për president. Ne kemi nominu tjetë në garë për president edhe ne do ta përkrajmë për me qenë edhe një herë presidente, sepse ka treguar, i ka dhënë një lloj stabilitetin në disa pika kyçe Kosova në këtë udhëtimin e VV-s. Ajo ka ditë me bo atë shkputjen me dallu prej Albinit, që të mos në drejtim të politikave dhe të përkrajes të komunikimit të saj me përëndimin, me
aleatët tonë që në kanë ndihmu në për këto procese. Edhe për ato do të përkrojmë me sa mundim edhe subjekti jonë politik e ka veç është e nominume. Po na kemi Zojën Osmani edhe unë menoj që Zoja Osmani tash edhe ka dhe përvojën e dur, ka njohjet e dura, edhe është e duhura për të qenë president. Jemi të bisedu që ne mujmë ardhë në një anarhi totale të funksionimit të shtetit. Jemi të bisedu që mundet me ndodhë jo mirë për Kosovën pas 4 tetor, jo mirë, po shumë keq. Atër na po mundohemi me bëni zgjedhje, po kontributi jam ka me qenë me dhani orientim, mas me ndodhë ajo. Edhe gjithë shka që shkon në funksion të kësaj, unë do t'ishta shumë i kënaqur që me pas mundësi me dhënë pak, sa do pak kontribut për stabilitet. Zoti Kuqi, tash të kthehemi edhe një herë tek çështja që ju më shumë t'i alarmucët, 4 tetori. A ka një lloj projeksioni ose një situatë ku ju me angazhimin e juaj individual partijak në përgjithësi, mundeni me i thirr arsyes që me gjetë një konsenzus dhe një kompromis për mos me mbritë 4 tetori. Natyrisht kjo varet prej vullnetit të palëve, edhe nështë ka ardhur një moment që na i apelojmë më shumë pjesëve dhe anëve pozitive të secilës partisë, sa tu i pa negativitetet dhe tu kriju sa më shumë distancë prej njëna tjetrës. Për shembull, a keni ndaj vlerësim në hajtim LDK që ka rol në shtetë ndërtime PDK apo ashtu aleanca edhe në kuptim të temave të sigurisë në përgjithësi, vetëvendosje që tashmë ka kriju një pjesë ose një ndërlidhje të madhe me një pjesë të madhe të shoqërisë, dhe kjo nuk është jashtë nesh, ata secili prej taboreve politike janë mbrana kësaj shoqënie. A mendoni që ka një rrugë, me fol me emën të emisionit, a mendoni që ka një shteg për me i thirrë mendjes konsenzusit në përgjithësi? Po normalisht që ka një shteg, jo një shteg, po ka shumë shtigje që na duhet me thirrë arsyen edhe për më ullë me biseduhet për me gjetë një mënyrë me kalu këtë situatë. Po mos ishte kjo, atëherë nuk ishte ngarë në formën demokratike, nuk isha ngarë, e kisha gjetë një mënyrë tjetër për mas me ndodhë kjo. Po tash jemi ngarë në demokraci, jemi ngarë për vota. Ai që merë shumicën, sovrani i cili në demokraci përcakton rolin edhe fuqinë e tij në këtë çështje. Unë menoj që ka mundësi, kemi potencial, duhet me gjetë potencialin me të kalu këtë krizë. Edhe bëj thirrje, pa marrë parasysh ka thashë për zotin Kurti, edhe për sjellësit e tij, edhe ata duhet me thirrë arsyen, edhe duhet me qenë një presion edhe i mbranshëm i tyre për të parë në cilën fazë kritike po hym. Se përket subjektit tonë politik, normalisht që kanë me qenë shumë të arsyeshëm, sepse janë të vetëdijshëm për fazën që po hym, tash rrezikun maksimal që do të hym, edhe kena me gjetë arsyen. Jo veç me Partinë Demokratike të Kosovës, ose me aleancën për ardhmërinë në Kosovës si dy subjekte të spektrit të djathtë. Na duhet më ullë me shtjerë gjithat potencialin ton për me dhonë kontribut për mas me ndodhë, për me kriju një stabilitet. Nashta edhe popli, edhe qytetarët që votojnë, duhet me pas një presion tek ata që votojnë. Qoftë të VV-s, qoftë të aleancës, qoftë të Partisë Demokratike, edhe të LDK-s. E përket LDK-s, a e dihet që ajo është e vetëdijshme në fazën e rrezikshme që po hyn, edhe ka me dhënë atë maksimumin për mas me ndodhë kjo. Zoti Kuqive që tash krejt neve në kanisme me na unëgjiz një bindje ma negative për situatën, e po shpresoj që e te kalojmë, veç po e shojmë edhe para fushatën, si me thonë që
gjua elektorale, sidomos prej lëvizjet vendose që ka më shumë fuqi elektorale, duket që jep sinjale që nuk kemi, ose na votoni që sepse nuk kemi nevojë me u bë të varur prej partive tjera, na duhet me udhëheq proceset të vetëm, edhe ndonë se i referohet një lloj koalicioni që nuk është, si më thonë, në plotëni as nuk e përmbush termin e koalicionit ajo çka ka brenda, po sidoqoftë duket që nëse njëna pjesë e kastës politike ka vullnet për me bo marrëveshje, ndërsa tjetra thotë që na nuk bëjmë marrëveshje sepse nuk bim prej e presioneve të kësaj pale, edhe kjo ndarja në dyshë e shoqënisë mundet me çu në fillim të krizës. Tash 4 tetori më mbeten mendje edhe mu, po shpresoj që nuk vim te situatë. Po mendojmë pak edhe pozitivisht, sepse tu mendu çdoherë negativisht, edhe ajo mund mendon. Po jap një kahje edhe pozitive. Unë shpresoj, s'paku shpresoj, që edhe BV do të thirrë arsyen edhe do të ulet për me gjetë një zgjedhje. Kurse kjo punë, nashta është, po shpresoj prap, që është pjesë e fushatës për të marrë vota, ka një sistem vetin, albeni unë kundra të tjerve, mirë po në qoftë se vazhdimisht kështu, ajo po i bje që është ai kundër shtetit Kosovës, ai kundër historisë edhe të bombave të shumë gjeneratave, ai kundra Kosovës, jo kundra të tjerve. Kush janë të tjerë? Unë shpresoj që nashta në këtë radhë do të bëjnë një thirrje edhe elektoratit vetë, po pas zgjedhjeve. Tash jemi në fushat edhe po marrën se është pjesë e fushatës. Diku që jemi në minutat e fundit, unë e kisha të rëndësishme me ju pyet edhe për angazhimin e juaj ministror, le ta themi, me që së fundmit, sidomos tash 5 vitet e fundit na jemi përballë edhe ndër të tjerash me kriza energjetike dhe kemi pagu kogja shtrejt si qytetar këtë lloj krize dhe nuk po duket të paktën tash për tash në horizont që ka një vullnet për me zgjidh çështjen e energjisë elektrike në Kosovë. Tash unë edhe përmes angazhimeve të mia dhe përpjekjeve për aq sa komujt kom dhënë një lloj perspektive në kuptimin që për çaq sa kom njohuri me gjetë një zgjidhje, sepse duket që shtretimet ndodhin vit mas viti. Ju keni pas një rol të shkurt, me që edhe qeveria Abdullah Hoxhit nuk zgjati shumë në atë kohë, ministër i ekonomisë dhe ambientit, nëse nuk kem gabim, dhe çështjet energjetike në fakt kanë ardhur si tema në tavolinë për brenda Kosovës edhe në qeverinë e zotit Haradinaj në atë kohë, kundër globalin Akamet si një lloj reference, tashmë goxha e largët po duket, po secili kemi pikpamjet tona mbi këtë sferë. Sipas jush, me që edhe keni qenë me angazhime në atë fushë, a ka një mundësi për me gjetë një zgjidhje emergjente, energjetike, dhe nuk e di a kemi nevojë, por ndoshta për juve është rëndësishme me i përmend gabimet që i kemi bërë në hapa të kaluamën. Për mua nuk kanë qenë gabime, po supozojën te çështja kundër globalit, po këtu dallojmë edhe ideologjikisht me gjaste dhe mundemi me i përballë argumentet se. Po në këtë emision e qumë kohën për stabilitet. Po. Do t'ishte shumë e udhës edhe në fakt të flasim për zhvillimin ekonomik, të flasim për energjinë, për liçejt e akumulues më së nevojshëm. Kosova nuk ka ndërtuar asnjë liçej akumulues për furnizimin me ujë, për impiant për trajtimin e ujrave të zeza, për ambientin ton, për gjithçka që i takon sferës të qytetarëve sa i përket zhvillimit ekonomik. Ne kemi sa i përket energjisë, Kosova ka një potencial, me sa di unë është për kokë banori, thënë gjithë ka më shumë në botë. Po përveç asaj, atë potencial, atë resurs kombëtar që e ka edhe
kapacitet humane, njerëzore, i ka të duhura për të hyrë për energji, për të krijuar edhe një termocentral. Sa për dijen e juaj se ju e përmendet diçka në kuptimin e ambientit, dëmtimin e ambientit, unë po ja them kështu. Edhe BE-ja ka pas disa reagime në atë kohë, po Polonia është në BE. Polonia ka qenë duke i kriju, duke ndërtu 2 termocentrale. Serbia Për cilat vite? Po flasi në kohën 2020. 20 në pandemisë. Domthon Polonia është anëtare e BE-s. Ajo ka hyrë në ndërtimin e termocentraleve. Serbia po ashtu është në fazën e ndërtimit, spaku ka qenë në fazën e ndërtimit ose të kërkesa për të ndërtuar një termocentral diku rreth Danubit. Bosnia po ashtu. Ne me pas këtë potencial, mas me hyrë në ndërtimin e një termocentrale ose disa termocentrale, napen do të marrin, kurse po duhet me thith arin e që ndodh Polonia edhe Serbia. Se në qëtë kuptim BE-ja ka pas një reagim. Unë mendoj që na duhet me ndërtu një sistem edhe strategjia për energji është bazohet në ato mikse. Pse mikse? Përmes thëngjillit, para termocentraleve, solar, erë, ujë. Kjo energjia mikse dhe krijon edhe stabilitet në kuptimin e sigurisë. Çka do të thonë sigurisë? Sepse me një lloj krize nuk dëmtohet kur nuk ekziston, kur dëmtohet njëra ekziston tjetra. Sa i përket kontroll globale, se peshohet që minashta minutazha është e shkurt, e di që ju keni qenë kundër, po tash po shihet sa ka qenë e rëndësishme më ndërtu. Gjithë ata që kanë kundërshtu me vedije, pa vedije kanë bërë një gabim të madh. Po ashtu, me shty me investu kompanitë të mëdha amerikane, ka të bëjë edhe me sigurinë. Amerika i mbron investimet e veta. Na jemi lidh ashtu kështu jemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po me këtë investim ishim lidhë edhe më shumë në aspektin e sigurisë. Çdo investim që bëhet nga fuqitë e mëdha perëndimore është edhe një garancë për siguri. Kjo nuk është veç kundër globalin, është edhe gazi. Gazi amerikan. Gazi amerikan. Ju kujtohet ajo deklarate e zojës ministrës Rizvanolli në çfarë forme ka kundërshtuar gazin amerikan. Sa do të ishte e rëndësishme sot ta keshim atë. Çdo vit, le më dekada, është që kalojnë janë dëmshme në shumë aspekte. Pse janë dëmshme? Sepse ato janë buxhete të cilat shkojnë edhe diku tjetër. Për fat mirë, sa për këtë gazit, e di që ai buxhet prapë mund të jetë aktual, edhe mund të bisedohet në këtë kuptim, po kontroll globali ose në forma e ndërtimit në çat formë të investimit me sa i përket termocentrale ka shku. Është e shkume. Na duhet me gjetë një mundësi, me potencialin tonë, me buxhetin tonë, me ndërtu. Që pa tjetër është, ajo është pa tjetër. Unë e kisha pa tjetër në kuptim të domeve që do i shkaktonte ambientit, ndoshta në atë periudhë edhe ajo ndërmarrje jona për kontroll global dhe të tjerat, po në fakt unë mendoj që zoti Kushi që ndoshta është në përgjegjësinë e akterëve shtetënorë mi parashiku situatat, në asnjë rrethon nuk kemi mujt me parashiku pandeminë ose luftën në Ukrainë, por gjithsesi përsa ka qenë ajo lloj kontrate që është fol për 20 vite apo për dhënie të megavatit për orë për 69 euro apo 80, sa do që ka qenë në ndërkohë që keku hala vazhdon me 29 euro, 30 euro me jashit kecit. Për neve, ose për mu specifikisht, ka qenë e pa imagjinueshme që ti e sjell një lloj investimi në Kosovë,
edhe ja garanton fitimin për aq sa ja garanton në parametrat që janë përfolur. Në këtë kuptim ka qenë kundërshtimi, po tashmë jemi në çështë situatë që na duhet një zgjidhje. Kjo ndërsa dhe për fund zoti Kuçi, nëse keni një lloj përshtypje apo vlerësimi tuaj dhe për atë që shkurt çka pritet mas shtatë qershorit. To gjitha kur po flasim për investimet, për zhvillimin ekonomik, për çështjen e furnizimit me ujë, për liçejt akumulues, për rezervatet biosferike, që është një koncept i avancuar për ambientin në Kosovë. Kretë këto mund me ndodhë edhe do të ndodhen dhe le të ndodhen kur kemi një stabilitet. Pa stabilitet, Kosova është e pa perspektivë dhe në zhvillim ekonomik. Për shta, sot gara ime këtu është për të kriju stabilitet, për në mënyrë që stabiliteti me qenë magnet i thithjeve të investimeve edhe të projekte madhore. Kosova nuk ka në projekt madhore në këtë sferë, ka projekte madhore në infrastrukturë rrugore, ka shkolla, ka avansuar në disa shërbime, po ky destabilitet, ose ndjenja për destabilitet e ka ndërprej mundësin e projekteve të mëdha shtetërore. Na duhet me projekte të tilla me tregu edhe që jemi shtet. Faleminderit zoti Kuçi, në fakt edhe gjithë diskutimi jonë ishte fjala kyçe stabiliteti, na po shpresojmë që pas 7 qershorit me ndodh një lloj reflektimi për gjithë aktorëve që janë të përfshim aktivisht në politikë, edhe me i dhonë vendit një zgjidhje edhe një kohje të duhur ndaj stabilitetit në përgjithësi. Faleminderit që ishin. Faleminderit po ashtu. Shikues të dashur, faleminderit që qëndruat me neve për gjatë këtyre minutave. Shihemi së shpejti në shtigje tjera.